Informacioni me gjetje dhe dyshimet e atij vendit të ngjarjes në një shkresë zyrtare do përcillen përsëri në institucionet e Gjilanit, të cilëve u mbetet trajtimi i metutjeshëm i atyre mbetjeve shtrore. Mbrëm në orët e vona, domethënë qytetarët përmes linjës emergjente 192 kanë njoftuar policinë se gjatë punimeve në këtë vend afër pendes së liçenit Livoçit kanë hasë në mbetje shtrore. Dhe me njëherë domethënë prej policia ka dalë ka përgjigjësirës, ka dalë vend ngjarjes, se ka bërë sigurimin e vendit ngjarjes, se ka bërë evidentimin dhe ka njoftuar njësitë tona përkatëse për drejtorin për hetim e krimeve të luftës, cilët domethënë pasi që ka qenë në orët e vona jemi njoftuar se pasi vendi i ngjarjes është i sigurt, kemi njoftuar mjekësinë Institutin Mjekësisë Ligjore dhe bashkë me ta sot në mëngjes i kemi përgjigj thirrjes dhe kemi dalë këtu e kemi bërë vlerësimin e vendit ngjarjes. Po e shohim që vendi është urujt prej policie, shiritat, domethënë në moment kur raportohet diçka që ka mbetje shtrore, çfarë do të qofshin ato, vendi sigurohet dhe ju pret juve derisa të vini. Domethënë në gjitha rastet policia bën sigurimin e vendit ngjarjes, e bën evidentimin edhe domethënë bëhet një vlerësim preliminar, po vlerësimi preliminar domethënë vlerësimin për pjesë kockore të cilat gjenden domethënë është antropologu apo mjeku ligjor i cili bën ekzaminimin dhe jep konstatimin si në këtë rast edhe në raste të tjera. Domethënë policia e bën evidentimin, skicimin, fotografimin e vendit ngjarjes, kodifikimin nëse ka nevojë, gjithë ato veprimet policore të cilat janë i bëjnë. Ne bëjmë sigurimin e vendit ngjarjes në mënyrë që më ofru profesionistëve të mjekësisë ligjore hapësirën për me punu dhe domethënë edhe në këtë rast si në raste të tjera domethënë ne i përgjigjemi thirrjes edhe bëjna sigurimin e vendit ngjarjes në mënyrë që profesionistët me bëjnë ekzaminimet e nevojshme mjeku ligjor dhe shkencore për vërtetimin e këtyre ngjetjeve të cilat janë. Gjirimet nga droni, matjet, verifikimet dhe shenzimi me GPS i vendit të ngjarjes duhet të bëhet gjithsesi për të mbyllur çdo dyshim se eshtrat i përkasin apo jo luftës së fundit në Kosovë. Me vlerësimet të mjekëve ligjorëve, domethënë antropologët, domethënë bëhet fjalë për gjetje shtrore me prejardhje njerëzore, cilat nuk janë me interes forenzik për shkak që domethënë konstatohet, dyshohet që janë gjetje të vjetra, këtu dyshohet që ka mujt me qenë ndonjë varrezë vjetër, varreza të vjetra për shkak të renditjes ku janë gjetë eshtrat, për shkak se eshtrat janë gjetë në 4 lokacione apo 5 lokacione të ndryshme në vijë drejt në simetri janë dhe të renditën edhe dyshohet që këtu kanë qenë varreza të vjetra, edhe kockat janë shumë të vjetra, nuk janë me interes forenzik dhe për neve nuk, domethënë sipas antropologët, vlerësimit të antropologët, këto mbetje nuk janë me interes forenzik dhe i përkasin një periudhë, domethënë që nuk i përkasin periudhës së luftës të fundit. Çka pritet me ndodh tash, kush duhet mu marrë tutje masive që nuk janë me interes të mbetje shtrore? Ky rast është policia regioni Gjilanit e ka hap rast gjetje shtrore. Ky rast mbetet në kodët të stacionit policor të policisë Strandit dhe me komunën trajtohen